Eshte se ç'na është diku në një lëndin të gjelbër, ku lulet qelin dhe rejt luajnë me erën, ndodhet libri madh magjik. Ai nuk është si librat e tjerë. Kur faqet e tij hapen, fluturojnë histori të bukura. Dhe kush i merr ato? Ato i merr në krahët e veta flamingoja elegante me pupla roz dhe ëndra të mëdha. Por jo vetëm ajo, është edhe një mjellm lozonjare dhe e bardhë si bora. Të dyja këto shpend me pende mahnitëse janë mikesha të ngushta të vajzës së vogël e të mençur me emrin Elia. Vogëlushja Elia i do shumë librat, këngët dhe lojrat. Dhe a e dini se çfarë ndodh? Çdo mëngjes, libri magjik hapet dhe aventura fillon. Një mëngjes, dielli u zgjua me një reze të artëm më shumë. Flamingoja elegante u hodh përpjet nga gëzimi. Është një ditë shumë e bukur për një histori të re, tha ajo dhe fluturoi lart në qiell. Ndërsa poshtë në liqen, mjellma lozonjare bëri një rreth në ujë dhe përshpëriti. Le të shkojmë të takojmë Elian, ajo na pret tek libri magjik. Të dyja shoqet nisën fluturimin lehtë përmes një lugire me gjelbërim e lule të bukura pranvere. Flamingoja u ul butësisht mbi një degë me gjethe të mëdha. Mjellma ndaloi buzëprojt, ku uji mërmëriste ëmbël në përgur. Ato pan lëndinën që shkëlqente nga rezet e diellit. Në mes të saj, pan edhe librin magjik. Libri ishte i madh me kapak prej kadifeje, ndërsa fletët e tij ishin ngjyra. Kur po afroheshin pranë tij, flamingoja dhe mjellma dëgjuan një melodi të bukur. Ishte si fshfërima e krahëve të shpendëve, kur ngrihen në fluturim. U afruan dhe pak, dhe atëherë faqet u çelën vetë. Atë çast, prej tyre doli një fjalë e shkruar me dritë. Mirë se erdhe Elia, sepse libri magjik e njeh çdo fëmijë që do një histori të bukur. Ai i hap faqet e tij sa herë që voglushët duan të mësojnë histori të reja. Dhe ne do të vazhdojmë të mësojmë histori të reja vazhdimisht.